Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamat dhe salavat e qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur në lidhje me lutjet kuranore dhe në vendet ku janë përmendur lutjet në ajetet e Kuranit. Nga vendet më të bukura kur është përmend lutja dhe thirrja e Allahut të lartësuar që ta lutim atë, është në surën A'raf, ku Allahu i lartësuar e përshkruan krijimtarinë e qiellit dhe të tokës. Dhe kjo për qëllim që ta instaloj në zemrat e besimtarëve madhërimin e Allahut të lartësuar dhe t'ju rritet frika ndaj Allahut të lartësuar në mënyrë që ta përjetojnë duan. Dhe thot Allahu në këto ajete, thot inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Zoti juaj është ai Allahu i cili ka krijuar qiellin dhe tokën në brenda 6 ditëve dhe pastaj është ngritur mbi arsh, mbi fronin e tij. Yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi amri. Thot Allahu i lartësuar, errësira e natës e mbulon ditën dhe kjo e pason atë, pra e pason natën. Wash-shamsa wal-qamar wan-nujumu musakhkharatin bi amri. Dhe dielli dhe hëna dhe yjet janë të nështruara ndaj urdhrit të Allahut të lartësuar. Ala lahu al-khalqu wal-amr. Allahu të lartësuar i takon krijimtaria dhe urdhërimi. Krijimi dhe urdhërimi. Tabarakallahu rabbul alamin, i bekuar, i lartëmadhëruar është Allahu Zoti i të gjitha botëve. Më njëherë pas këtij ajeti, vazhdon një ajet ku Allahu i lartësuar na thirr që ta lutim atë, dhe pastaj vazhdon një ajet tjetër ku e përshkruan një fenomen tjetër që ne e shohim përditë. Thot Allah, huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati. Është Allahu i lartësuar ai që i dërgon frymat përgëzuese, si i paraprin mëshirës së Allahut të lartësuar, hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin. Derisa disa rre të rënda që janë të mbushura me shi, i dërgojmë në disa vende ku janë të thata, të vdekura, fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat. Dhe bëhet ai shi sebeb në ato toka të vdekura të thata që të mbijnë frutat dhe bimët prej atyre tokave. Kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dhe kështu njësoj do t'i ringjallim të vdekurit në mënyrë që ju të merrni mësim, të merrni vëmendje, të këshilloheni. Në mes të dy ajeteve, Allahu i lartësuar na bën një thirrje. Kjo thirrje është që ta lutim Allahun e lartësuar. Mirë po, në këto dy ajete është përfshirë edukata se si duhet ta lutim Allahun ne. Thot Allahu, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Luteni Allahun, bëni dua ndaj Zotit juaj në mënyrë të përulur dhe në zot të vogël, në mënyrë të heshtur, me përgjërim. Dhe thot Allahu, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allahu i lartësuar nuk i don ata që bojnë zullum, ata që i tejkalojnë kufit. Dhe thot Allahu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhe mos bëni shkatrime në tokë pasi që është përmirësuar ajo. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Dhe luteni Allahun me frikë dhe me shpresë. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Me të vërtetë mëshira e Allahut është afër vepërmirëve, apo është afër atyre të cilën e kanë ngritur, e kanë plotësuar atë gradën e ihsanit, gradën më të lartë të imanit. Me adhuru Allahun sikurse me qenë duke e pa. Pse Allahu i lartësuar këtë ajet të duas e ka vendosur në mes të dy krijimtarive, mes dy ajeteve ku Allahu i lartësuar i shfaq këto krijesa madhështore, krijimin e qiellit dhe tokës, ngritjen e Allahut mbi arsh, dhe pastaj Allahu i lartësuar po thotë që dielli, hëna, yjet i nështrojnë urdhrit të Allahut, dhe pastaj tregon se qysh rret lëvizin dhe sjellin atë shiun dhe ngjall Allahu tokën. Këtë kjo që besimtari kur futet në meditim të ajeteve të Allahut, ato të shpallura dhe ato që isha të krijuara në kozmos, për qiejve, për tokës, për yjeve, për diellit, për rreve, për shiut, të kështu me radhë, i mbushet zemra me madhrim të Allahut të lartësuar. Mo këtu Allahu i lartësuar don më tregu se në bash atëherë duhesh mi përjetu duan duke e lutur Allahun me përulje, me përulësi dhe në heshtje, me Zot e vogël. Kanë thonë dietar, pse mi lut në heshtje e jo me ngrizonin, nga sa Allahu i lartësuar na ka treguar që është afër robërve të tij. Dhe nga edukata për dikon që është afër teje,
është mi fol me zotë ullët, me zotë vogël. Nga për ullësia është që ta lutesh Allahun me zotë heshtër dhe të vogël. Dhe po ashtu, gjithashtu shka e shton kësaj edukate në lidhje me zërin, mos ngritjen e zërit për gjatë duave, është se ti e mbron gjendjen tënde nga syefatësia. E mbron gjendjen tënde nga syefatësia, nga se je i bindur se Allahu po të dëgjon, se Allahu o ka të sheh, dhe nuk ki nevojë mi u tregu të tjerëve, mi ngrit zonin me Zot madh që e ka lut Allahun e lartësuar. Mirë po, vetëm shka e lut Allahun me për ulje, pra ideja nuk është, poenta nuk është që vetëm ti thuash ato fjalë, ti përsëritesh me gjuhën tënde, po ti përjetosh. Kryesorja është që zemra të jetë e përulur dhe gjuha të shqiptoj ato fjalë të cilat ti ke nevojë. Dhe në fund Allahu i lartësuar po thotë innahu la yuhibbul mu'tadin, nuk i don ata të cilët i të kalojnë kufit. E për i të kalimit kufive është edhe mos respektimi e edukatës së lutjes, mos respektimi ose mos ndjekja e normave të lutjes. Dhe në fund Allahu i lartësuar po na thotë wad'uhu khawfan wa tama'a, dhe luteni Allahun me frikë dhe me shpresë. Kjo është grada e atyre që adhurojnë Allahun, sikurse me qenë duke e pa. Ata në gradën e ihsanit, el muhsinin, veprëmirët. Pse? Se kur besimtari e adhuron Allahun me frikë dhe me shpresë, e ka adhuruar ashtu siç duhet. Ka frikë se mos po i refuzohet, duaja, në anën tjetër i din mangësitë e veta, dhe megjithatë apet shpreson tek bujaria dhe mëshira e Allahut. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënon Imam Muslimi e transmeton Abu Huraira thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha da'a ahadukum fala yaqul, kur dikush për ju ta lut Allahun e lartësuar, mos thot Allahumma ighfir li in shi't. Mos thot o Allah, falem nëse ti don. Mirë po, falyazam, walakin liyazam al-mas'ala. Le të jetë i prerë, le të jetë i vendosur në ato që kërkon. Dhe thot dhe të arrit, wal yu'azzim ar-raghba, le të synon dëshirat e mëdha, dhe të këmbgul në dëshirat e mëdha. Fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'ta, nga se për Allahun e lartësuar asgjë nuk është e madhe për asaj që mundet me jap. Allahun e lartësuar asgjë s'mundet me sfidu për lutjeve të robërve të tij. Pra, kur ta vendosim me lut Allahun e lartësuar, le të ndjekim normat të cilat ne i ka mësuar shariati në formën e duas. Po ashtu, Allahu i lartësuar po thotë inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Mëshira e Allahut është afër këtyre muhsininëve, të cilët vazhdimisht e kanë parasysh mbikëqyrjen e Allahut. Andaj nuk ka mundësi që besimtari kur e lut Allahun, të jetë i shkujdesur, të jetë gafil, edhe t'i bëjnë ato dua në mënyrë sikur refren, edhe thotë s'mu përgjigjen. S'të përgjigjen se zemra jote s'u kon prezente. Nuk e ke lut Allahun me përolësi, nuk e ke lut Allahun me zotë ulët në heshtje, me përgjërim, nuk i këmbgul, se ke marr parasysh dëgjimin dhe përgjërimin, se ke marr parasysh mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Pastaj në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yustajib du'a min qalbin ghafilin lahin. Allahu i lartësuar, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i përgjigjet lutjes së një zemre të shkujdesur, të pavëmendshme. Dhe kjo është, me thonë, hendeku më i madh i përgjigjes së lutjeve tona. Bojmë dua, mirë po mend i kemi këtë tjetër ka. Nuk e përjetojmë atë nevojën që e kemi, që Allahu i lartësuar më na përgjigj në lutjet tona. Nuk e përjetojmë, nuk kemi të vëmendshëm, mi shfaq atë varfrinë tonë për Allahun e lartësuar, në anën tjetër mi kujtuam madhështinë e Allahut të lartësuar, emrat e bukur të Allahut të lartësuar, për sosmëritë e sifateve të tij. Dhe kjo edukat për gjatë lutjes, që me qenë i përulur, me zemër të përthyer, me zemër të shkret, me zemër të varfër, është peshkaqe më të mëdha në pranimin e duave. Prandaj Allahu i lartësuar ka përmendur edhe me një ajet tjetër, thotë: "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja." Tregon Allahu i lartësuar për Zakarian. Ju kemi përgjigj atij dhe ja kemi dhënë për fëmijë, kemi furnizuar me Yahyan. Wa aslahna lahu zawja, dhe ja kemi përmirësuar bashortën. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Këta kanë nxitur në vepra të mira, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dhe na kanë lutur me dëshirë, me shpresë dhe me frikë. Wa kanu lana khashi'in. Dhe kanë qenë të përulur, të devotshëm, me droj ndaj nesh. Dhe thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, duaja e dhunnunit, e Yunusit, është duaja që këtë cilën e ka bë që ka qenë në errësirën e detit, në errësirën e balenës, në errësirën e natës. 3 errësira ju kanë bë dhe ka thonë këtë dua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Kjo dua është la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ndodh një musliman që mi lut Allahun e lartësuar me këtë lutje përveç se do t'i përgjigjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili fol nga shpallja thotë nuk ndodh dikush mi lut Allahun e lartësuar me këtë dua vetëm se Allahu i lartësuar do t'i përgjigjet. Mirë, por kjo përgjigje duhet t'i plotësohen kushtet dhe të largohen pengesat. Kushtet e duas të plotësohen, të cilat disa i përmendëm dhe do t'i përmendim në vijim, dhe të largohen pengesat. Po ashtu njëri prej selefit ka thonë duaja më e mirë, el-Auza'i, duaja më e mirë është këmbgulja në dua, përgjërimi në dua dhe trokitja e vazhdueshme. Thot Tausi thot e kom pa Ali ibn Husejnin që ka hi në Hijr. Hijr është ajo pjesa jashtë Qabës. Është pjesë e Qabës, mirë po është si u, vetëm një morë diku 1 metër e gjys. Nuk është e ndërtuar në Qabë. Thot ka hi aty dhe e ka lut Allahun e lartësuar. Ubejdik bi fenaik. Robi yt i vogël gjendet në shtëpinë tënde, pranë shtëpisë tënde. Musaikinik bi fenaik. I varfri, nevojtari më i madh gjendet në pragun e shtëpisë tënde. Fakiruk bi fenaik. I varfri, më i nevojshmi për ty gjendet në pragun e shtëpisë tënde. Sailak bi fenaik. Lypësi gjendet në pragun e shtëpisë tënde. Thot i kom dëgju këto fjalë prej tij Tausi, thot i kom mësu dhe sa herë i kom përsërit. Sa herë i kom përsërit, mu ka përgjigj Allahu i lartësuar. Sa herë kom qenë në vështirësi, mu ka përgjigj Allahu i lartësuar në këto dua. Nëse i shohim të gjitha këto shprehje, janë shfaqje e nevojës tënde për Allahun e lartësuar, shfaqje e varfrisë tënde për Allahun e lartësuar. Pra ta lutësh Allahun sikurse me qenë duke u fundosur në deti, sikur njeriu ma nevojtar, ma fukara për Allahun e lartësuar, kjo është për shkaqeve që më së shumti e pranohen lutjet. Pastaj njëri prej dietarëve e ka pyetur Shënon e Bunuaimi thot Sulejman ad-Darani. Erdhi një person dhe e pyeten se cili është emri më i madh i Allahut të lartësuar, se nëse e lut Allahun e lartësuar përmes tij, të pranohen lutjet. I thot diçka shumë e rëndësishme. I thot, a një zemrën tënde? I thot po. Thot atëherë kur zemra jote të zbutet, është e prekshme, e ndjeshme, atëherë lute Allahun e lartësuar për nevojat tuaja, se ky është emri i madh i Allahut të lartësuar. Sikur do më tregu që emri i Allahut të lartësuar ka të bëjë shumë me rëndësi se çysh ti po e lut Allahun, gjendjen e të cilën ti ndodhesh dhe e lut Allahun e lartësuar, kjo e determinon përgjigjen e duave. Kjo e përcakton përgjigjen e duave. Andaj është ndaluar dhe disa dietar nuk e preferojnë, është e papëlqyer që rima të bëhen rima në dua. Rima të sforcuara në dua, që mi përshtat rimat për gjatë lutjes tënde. Pse? Se kur përshtatesh në rima, vëmendjet i ki të shprehjet e jo te përmbajtja se çka e ka lut. Dhe nuk e ki vëmendjen dhe koncentrimin te kënd e ka lut, po ato shprehjet që e ka i thuhu me dal bukur në formë gjuhësore. Ndërsa nëse kjo del në mënyrë natyrshme nuk ka problem. Mirë, po besimtari e ka të ndaluar ta sforcoj vetveten e tij që lutjet e tij të jenë me rima. Pra besimtari në edukatën e lutjes duhet ta ketë vëmendjen e zemrës së tij. Dhe kjo është kryesorja. Ta ketë parasysh që zemra e tij të jetë ndjeshme. Andaj e shohim që edhe namazi e ka urtësi, për shembull namazi i drekës, ka namazin nafile përpara. Në mënyrë që zemra, shpirtit përgatitet që me hi në farz. Dhe fatkeqësisht ne hyjmë basën e farz në biseda si për pak hajgare, pak telefoni, pak kështu, hinë kryen farzin, jep selam dhe nuk e din as çka ki lexu. E lemo cilat dua i ki bo. Nuk e din as Kur'anin cilat sure i ki lexu. Dhe këta fatkeqësisht kjo tregon për pakujdesin tonë dhe tregon gjithashtu për gjendjen tonë të dobët në për ulje ndaj Allahut të lartësuar. Prej lutjeve, prej haditheve tjera, çfarë është e rëndësishme në lutje, në edukat me lutjen, përveç për uljes së zemrës. Lutjen e Allahut me frikë dhe me shpresë dhe vëmendjen e mbikëqyrjes së Allahut të lartësuar, edukat e lutjes gjithashtu është që kur ta lutesh Allahun të jesh i bindur në përgjigje. Të jesh i bindur në përgjigje. Dhe kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë: "Ud'u Allah ta'ala wa antum muqinun bil ijaba." Luteni Allahun e lartësuar dhe jeni të bindur që Allah ka një përgjigje. Wa'lamu anna Allah la yustajib, dhe dijeni se Allahu nuk i përgjigjet një lutje e cila del nga një zemër e shkujdesur dhe gafile. Dhe kjo është prej edebeve tjera të rëndësishme që besimtari në lutjet e tij duhet ta shoqërojnë vazhdimisht. Të ketë mendim të mirë për Allahun e lartësuar, se Allahu i lartësuar do t'i përgjigjet. Se Allahun e lartësuar nuk mund ta bëjë të paaft asgjë. Çfarë do dëshire, çfarë do lutje që ti e ke. Andaj
kur ta lutse Allahun, lute duke i marrë parasysh këto edukata. Gjithashtu, ajo çfarë është për edukatës së duas, është që fillimi i duas të fillohet me lavdrim për Allahun e lartësuar. Të fillohet lutja me lavdrim për Allahun e lartësuar, pastaj me selavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj e përmend kërkesën. Ibn Umeri, Abdullah ibn Umeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, e ka pa një person duke u fal, edhe e pa thot u lut sisoj. E ka dëgju, Allahumma ighfirli warhamni, vetë ka po, Allah falem dhe më shëron. Masi që e ka kry namazin ose lutjen, Ibn Umeri ju ka afru dhe i ka thonë, fillon me falendrim të Allahut, me lavdrim të tij dhe pastaj përmende duan tonë. Këto janë disa prej edukatave ose normave të lutjes së lutësit kur ja parashtron kërkesat Allahut të lartësuar. Inshallah taala do të vazhdojmë edhe me disa rregulla të tjera të nesërmen dhe pastaj do t'i zgjedhim disa prej lutjeve të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.